botimesh, se duke folur për ushqimin shpirtëror nuk është vetëm muzika. Ne kemi qendrën e botimeve, të cilën tash po e hapim dhe për botime, përveç botimeve ushtarake që kemi detyrim funksional tonë. Ta hapim dhe për tej, dhe në këtë njëjtin kuadër me një bashkëpunim u bë dhe libri i Dhora Lekës që po bëhen dhe disa të tjera. Pra, shërbimi ndaj komunitetit, gjithë duke promovuar punën dhe kontributin e forcave të armatosura për komunitetin, duhet të jetë një gamë sa më të gjerë. Dhe sot me mjetet e komunikimit publik që ne kemi, edhe ky emision që po bëjmë bashkë po dhe të tjera si këto, është e mundur, mjafton vetëm pak vëmendje dhe vullnet nga ana e neve që e bëjmë po dhe atyre që e perceptojnë dhe organizojnë, që kjo gjë të kalojë ke publiku. Shumë, domethënë, e thjesht, mekanikisht është e thjesht. Thjesht duhet të pas në vëmendje gjithkohës me e bë. Dhe kemi edhe një politikë tjetër brenda qendrës të promovojmë talentet e reja. Dhe javën që kaloi, bëm në sallën liceut artistik për shkak të një konkurs shumë interesant që unë e vlerësoj shumë, EPTASH, konkurs për pianon. Për pianistëve të rinj, dhe ne është viti i tretë, i japim një çmim si orkestër për kë mendojmë ne se e meriton dhe i japim mundësinë, është luks për këta të rinj, që finalin e konkursit ato ta ekzekutojnë me orkestër simfonike, gjë që nuk e kanë dorë, nuk është aq e lehtë. Dhe ne jemi vend, është viti i tretë që vendosim dispozicion të konkursit për këtë finale, bashkë veprimet ta, që finalistët të mund ta prekin skenën dhe në këtë format, në një format shumë serioz me orkestër simfonike nga mbrapa. Dhe gjithë ato janë të regjistruara, të filmuara, të promovohen, mundsohen të shpërndahen. Pra, gjithsecili nga ne në këtë qendër, që nga unë i pari dhe gjithë që punojnë aty, mundohemi që në fund të ditës çfarëdo dhe prodhimi kulturor apo artistik të kemi, të shkojë në pikën fundore që është publiku që e prek. Dhe të mund të dokumentohet dhe të ngelet, por nuk ngeli nuk ka vlerë. Se spektakli i gjallë ne të dy e dim shumë mirë që ndodh aty të nesër. Fillon aty dhe mbaron aty. Po sot kemi mundësinë të dokumentojmë. Unë kam bërë goxha karrierë në një periudhë ku nuk ekzistonin këto video, ishte vetëm audio dhe di që në shtëpinë time për shkak nga punët e mia personale kam vetëm regjistrime audio. Do ishte që një mrekulli, kishte qenë video aq e popularizuar sa është sot dhe mundësia aksesi për të prodhuar video. Megjithatë ke marr maksimum